Përshëndetje miq të dashur. Shkojmë në videon e radhës Lutfi Aziri. Lutfi Aziri nga PDK-ja. Si s'po vjetor buri dhejot. Me dalë me fol para televizionit publik, me thonë të pa vërteta. Kur e ndëgjova prom, që kështë thonë në një televizion, s'po du me përmenami se s'po më lejoj, me thonë që ne kena pas 15 vota për Vjosa Osmanin, për Bezos me tharë tërpë. S'po dhje more gjithë këj burë me dalë, me gëny, ashtë i qare, burë të i ditë këtë poplë e din, që si keni pas votat, që kja u demantu të nesërmen, që bo LDK-ja dysh. Apo mos me thonë dysh, po thonë 2 persona dule më në herë, dhe ndërheqje. Kazmen Muhaxheri edhe Kujtim Shala. Ti po thu, po del para të televizion publik, po thu që na i kena pas gjithë mund 15 vota për Vjosa Osmanin. Pse si dorëzut bre burë, mas i pas këtë pas? Ku nga po i tregoni? Kujtëm që populli po hambara qa? Nuk po i dhez mo i ndërum. Nuk bëm bre me dalë kështu me gërinja shliqare? Do të me pas bre njëri pak burni? Edhe si e politikana burë. Na tonë e dim që politikanat rajnë. Ama jo bashkë shto bre burë. Njëre i diska pak. Ama jo ashtë qare me dalë me gërinjë me thonë që ne kemi pas 15 vota. Të ndese men u bo dysh LDK-ja. Llogaritë e saj keni pas 15 vota. I keni pas 15 vota, pa emën, pa datë, pa vull, pa kujgjeq. 15 vota në sortir. Fantazm. Qëtu. Për shkona mi që të gjënë vetë, i lutëm. Kanë të gatë shumë me hyjnë salë me votu Vjosa Osmanin kandidat. A i kërkon 19 natës ka qenë ftesa e fundit për seancë. 15-19 me paston Albin Kurti, jemi të gatë shumë me bisedu për një emën për mi dhonë vendit president, na kanë të gatë shumë me hyjnë salë me votu Vjosa Osmanin kandidat. A i kërkon të nënshkrimet për të kandiduar dhe A është kjo gjenimi së dasha jo? A unë s'pe kuptoj mirë? Sepse po fola shqyqare në televizion publik, po thot 19 natës me na pastona që më ime votu. 19 natës ju kam prit, ju ka thirë Albolina Agjio, deputet, këtheno votoni, hadeni votoni, bëni emnat, gjonën i president. Shkona me, shkona. Shkrimet tha që i banit në gjep, nuk i deponuat si pas procedurës. Kur tha që ju keni në shkrimet, kur ti tha i kanë bajtur në sirtar të tyre ato në shkrime, nuk i kanë sjellë si pas procedurës. A mund na sqaroni këtë çështjen e në shkrimeve? Ftesa për me nominu Vjosa Osmanin si kundër kandidate, si kandidate dytë, ka ardhur pas ditë vonë, dhe është konfirmu nga zoti Kurti se kandidatja e nderuar zonja Hatixhe nuk do... Ama nga kush orë për Vjosa Osmanin? Nga jo vetë LDK-ja, po? Sepse Albin Kurti nuk mund me dhonë qyteti Vjosa Osmanin. Një, e dyta, je dini shumë mirë që Albin Kurti nuk e ka pranu Vjosa Osmanin për presidente. Sepse ka tradhtu. Po në juve s'pe i kuptoj. Ajo tradhoj juve në Erobur. Ajo tradhoj. A tradhoj Albin Kurti në që tash prap. Ju janë byllë derën e herë. Ja hapi derën Albin Kurti. Tash pe hap një derën prap, një tradharës. Qëka i bjen kjo? Kjo i bjen për me dje Kosovën. U bunën tradharët bashkë. Në përmen që ti e pranë një tradhare, apo një tradhar,
Që dhe ty vetë, juve vetë, cilë dhe kjo ju ka të radhtu. Atër unë s'po di ku e logjika. Kisha pas që me madhoni shpjegim, Lutfi Aziri. E ju e keni bo këta vetëm me shkatru Kosovën. Gjëja që unë ku këm 15 numra. Po Lubimiri di shumis si ka pas, edhe ti di shumis si ka pas, edhe populli i Kosovës edhe si ka pas ata numra. Jënë 3 numra Haxhi Lutfiri që s'jën konë Ganimete, Hikmete Bajrami, Kujtim Shala, Abdullahoti. Po jo që s'pas ka së konë edhe Gazmi dhe Magjeri. Nuk bën me dalë me thonë pa vërtet a i në rumë. Këto jënë pralla. Të jënë pralla fëmive, që a i ka thuti. Jo i kena pas, jo si kena pas. Ta shtoni që a dëni, që shtojnë fjallë pëpëllore krysh mazdarsme. Jo e shkatrut Kosovën, jo që të zgjidhe Kosovën. E një deputet e juja, në Debat Plus, tha që natha e kena që Kosovën zgjedhje. E pranoj vetë. Ne jemi ata tha që dojna me që Kosovën zgjedhje. Edhe kena që Kosovën zgjedhje, tha. Ja ku sheni jo. Për çfarë arsye? Vetëm për përfitime të juja, edhe për me mbrojt pasurit që i keni vjedhë. Këtë problemi është të. Problemi numër 1 është prej opozitës me mbrojt pasurit e paleshme që i kanë bën nga hajnia në Kosovë. Këtu po jo djeg juve. Amo, s'keni ku shkoni. Jo, po asnjë. Kush ka vjedh, kush ka marrë toka pe Kosovës, kush ka vjedh në terminale, kush ku ka vjedh, sa ka vjedh, kretë ka mi këthy, kretë ka mi dhonë, mi këthy në vend ku e në kanë. Albin Kurti thëtë malli huj zbati yti. Dhe kjo është shumë realitet, kjo është shumë e vërtet. Kjo është miq, pse u bënën bashk hajnat edhe erzun qeverin. Po me emër të Zotit, por ku në pe veni, bev ka zëve veni këse jove. Mishë dashër e kom një lutje për juve. Diaspore dashër e kom një lutje për juve. Duhet ta votojmë Albin Kurtin, vetë vendosjen, për mi 63 ose 5%. Që ti hiqim këta hajna në herë për gjithmonë, të shërojmë Kosovën për këtyne hajnave. Po flasim si politikana, më si përzim senën. Po flasim si politikana. Pej mas luft e kënina. Se ja kanë pi Kosovës gjakën këta. Dhe ka shkatru Kosovën. Shit e merë. Shit e merë. Shit e merë për vete. Ti llogaritë 20 vjet nuk kanë menu kjo opozitë e shkret. S'ka menuar për që ka thmi në Kosovë, shtesa thmive. Pa do të më jarë tërp, bre. Lutfi Aziri dhe me tarë tërp. Që ti si ke menu këta. Pse? Sepse një ka pas bëllë, se ke vjedhë bëllë. Kështu që s'ka ramen për thmi tjerë. Kurse thmi Albin ka bëllë, është e vërtet që ka bëllë. Po se nona saj ka pare, gruja Albinit ka pare. Por Albin Kurti prapë po menon për thmi të Kosovës. Kjo është e diferenca me juve edhe me Albin Kurti në lëvizjen vetë vendosje. Këtu është e diferenca e madhe. Po të na thënë ka dalë bek se ka e nek. Po bëhat mirë kësmet qeveria Kurti 4. Miq, Zoti ju rujt, kush e këtu që se ka bëllaj faqën e bëne në koment, në shpërndarje se në animoni, Zoti ju rujt, ju si kërështon kurgjo, mire pasha vite radhës.